Rogerti kishte kohë që ndjente se diçka nuk shkonte me trupin e tij. Fillimisht ishin vetëm lodhje të pashpjegueshme, pastaj dhimbje që vinin e iknin pa paralajmërim. Derisa një ditë, pas një sër analizash dhe vizitash tek mjekët, mori lajmin që askush nuk dëshiron ta dëgjojë, një sëmundje e rëndë e pashërueshme që i linte shumë pak kohë. Ai nuk ishte nga ata njerëz që ankohen. Përkundrazi, përpiqej ta mbante veten të fortë, sidomos për hir të djalit të tij, që ishte ende i ri dhe kishte gjithë jetën përpara. Rogerti e dinte se nuk mund të luftonte pafundësisht kundër fatit, por mund të vendoste se si do ta përballonte atë. Një ditë, ndërsa dilte nga një ndërtesë ku sapo kishte përfunduar një takim pune, një gazetare ju afrua. Ajo kishte dëgjuar për gjendjen e tij dhe për faktin që ai kishte krijuar një pasuri të konsiderueshme gjatë viteve. Pyetja ishte e drejtë për drejtë, pothuajse brutale në thjeshtësinë e saj. Çfarë do të bëni me paratë tuaja? Rogerti ndaloi për një moment. Nuk u duki habitur, as i zemëruar. Vetëm mori frymë thellë dhe e pa gazetaren drejt në sy.